Ndonë se kjo është rruga hyrëse e Vlorës, pamje që të ofron lën shumë për të dëshiruar, për syrin e çdo pushuesi ose turisti që pritet të vizitojë qytetin bregdetar në këtë sezon turistik. Edhe pse ndodhet në krah të bashkisë së qytetit, ende nuk ka një plan për përmirësimin e këtij aksi, i cili është kthyer në një shqetësim jo vetëm për shoferët, por edhe për banorët e zonës. Tu mbytesh në ujë, në balte, në drejt. Po si ja bëni për të shkuar në shtëpi? Të batë, të lucë, të dhëmura këmët, të sëmura. Shkelin këtu se do vemi në shtëpi, do kryejnë hallin. Rruga është cop, ka një jetë, është bërë 3 herë, mund të themi apo 4 herë. Cop me të keqe, makinat cop janë bërë fare. Të merr frigat, ikësh dhe në këmbë, jo më me makinë që. Dimër bahar e njëjta situatë. E njëjta situatë, plur, balt, cop ja siç e shikoni vetë. Për shumë vitet, ky aks rrugor vazhdon të mbetet ende në të njëjtën gjendje, edhe pse shpeshherë mbi të është hedhur asfalt. Kjo rrugë nuk ka marrë asnjëherë vëmendjen që i takon, edhe pse të gjithë punonjësit e bashkisë, para se të shkojnë në zyrat e tyre, duhet të kalojnë nëpërmjet këtyre gropave.